Është çelur sot zyrtarisht sezoni turistik 2025 në Bregdetin e Darzezës. Aktiviteti i titulluar Festa e Valve ka mbledhur 10 pjesëmarrës, të cilët kanë ndjekur koncertin e larmishëm artistik me kërcime këngë valle. Darzeza është një nga plazhet më të preferuar të ime. Është kanjerar të përkryer, gjithjot e shëndetshme dhe uroj që ky sezon të jetë shumë herë më i bukur se sa vitet e tjera. Çfarë bën të veçantë Darzezën? E bën është një plazh që është, si të thuash, për mendimin tim, është rera, deti me ujin e pastër dhe njerëzit janë shumë mikpritëse. Kryebashkiaku Armando Subashi ka pohuar në prononcimin e tij për mediat se kjo perlë e pashfrytëzuar e Adriatikut këtë sezon veror pret 2 fishim të turistëve, ndërsa ka theksuar se hapi më i rëndësishëm është hartimi i masterplanit për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit, i cili parashikon ndërtimet e hoteleve e bizneseve bashkëkohore në zonë. Unë besoj që ky sezon do të jetë në vazhdon e gjithë këtyre viteve të fundit, ku çdo vit më shumë numri turistëve është shtuar dhe besoj që edhe në pjesën e Bregdetit tonë të Bashkisë Fierit, qoftë në Darzezë, qoftë në Sema, numri i pjesëmarrësve do të jetë më i madh se sa vitet e shkuara.